Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Dersën e fundit e morëm hadithën e Omerit radiallahu anhu, i cili tregon se Gjibril alayhis salam kishte ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja parashtoi disa pyetje për meselave dëshiroj që ja mësu njerëzve fenë e tyre. Dhe prej këtyre pyetjeve, siç e pam, ishte edhe pyetja rreth imanit. Po i tha fa akhbirni anil iman, më trego se çfarë është imani. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Imani është të besosh Allahun, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, dhe ta besosh kaderin, të mirën dhe të keqen. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e përcaktoi imanin dhe e sqaroi se imani është këto 6 shtylla madhështore. Dhe këto 6 shtylla madhështore, siç e dim, vendin e kanë në zemër. Prandaj këto 6 shtylla të imanit konsiderohen si themele të forta mbi të cilat ngritet dhe qëndron, po ndërtohet përmirësimi i zemrës. Nuk ka mundësi që zemra e njeriu të përmirësohet përmes këtyre 6 shtyllave. Dhe baza e bazave të këtyre 6 bazave, të 6 shtyllave, dhe më madhështore e më e rëndësishme është besimi në njëshmërinë e Allahut subhanallahu. O me besu në rububien e Allahut, në emrat e cilësitë e tij dhe në uluhien e Allahut subhanallahu. Po njeriu do të besojë ben shumë në rububien e Allahut subhanallahu, po të besojë me besim, me akide besim të paluhatshëm, po besim që nuk përzihet nuk përzihet as me dyshimin më të vogël, dhe pasigurinë më të vogël që Allahu subhanahu taala i vetmi është krijuesi, furnizuesi, bamirësi, dhe ai i cili i drejton, i menaxhon dhe i udhëheq çështjet e krijesave të tij. Po ashtu ti besoj emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu taala që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Dhe rreth këtyre emrave dhe cilësive të Allahut thotë, ashtu siç na ka mësuar Imam Shafiu, Allahu më shoh që ka thonë amanna billahi wa bima ja'ani Allahi ala muradillah. Kemi besuar Allahun dhe ajo që na ka ardhur prej Allahut, sipas asaj që ka dëshiruar Allahu. Wa amanna bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi besuar në të dërguarin e Allahut, dhe ajo që na ka ardhur prej të dërguarit të Allahut, ashtu siç ka dëshiruar i dërguari i Allahut. Pra, besimtarit nuk do të më kërku udhëhes tjetër përveç Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nuk dohet edhe nuk i lejohet mi të i kalu Kur'anin dhe Sunetin edhe me shku të burime apo të vende tjera për cilave kërkon udhëzimin. Po kurse si nuk i lejohet besimtarit që me deviju edhe me jushmang Kur'anit dhe Sunetit. Po sa të flet, besimtarit do të më fol me Kur'anin dhe Sunet. Madje edhe kur të hesht, do të me hesht duke u bazuar në Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka thënë Imam Ahmedi, nasifullaha bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam la natajawaz al-Qur'an wal hadith. Allahun e përshkruajmë me ato cilësi me të cilat ai ka përshkruar veten e tij. Edhe me ato cilësi me të cilat e ka përshkruar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thotë ne nuk e kalojmë, por nuk e kalojmë ose si kalojmë kufi të Kuranit dhe Sunetit, hadithit. Po ashtu edhe Imam Zuhri, Allah më shoft, ka thonë min Allahi r-risale wa ala r-rasuli l-balagh wa alejna t-teslim. Prej Allahut ka ardhur mesazhi, shpallja, i dërguari ka pas për detyrë me përcjell, kurse ne kemi për detyrë obligim me ju bind, me ju dorëzu kësaj shpallje. Prandaj, nëse Allah subhanahu taala na ka njoftuar neve për veten e tij, na ka treguar për një emër për emrat e tij, apo një cilësi për cilësive të tij, apo një veprim për veprimet dhe veprat të Allahut subhanahu taala, apo kur na ka njoftuar për diçka tjetër, atëherë besimtari pra ka obligim me besu këto emra, këto cilësi të Allahut, këto veprime, po mi besu bindshëm, pa i përngjasur me cilësitë e krijesave, edhe gjithashtu pa i mohu, pa i shtrembru, pa i nxjerr pi kontekstit dhe pa i keq interpretu.
Gjithashtu besimtari do të me veçu Allahun subhanahu wa taala me të gjitha llojet e ibadete dhe adhurime. Po nuk e lejohet asnjë prej adhurimeve me ia drejtu apo kushtu dikujt tjetër përveç Allahut. Po ashtu siç nuk ka krijues tjetër përveç tij, po ashtu nuk ka të adhuruar meritor, po që e meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime i takojnë Allahut, Zotit botëve. Ose jam për Allahun, Zotin e botëve. La sharika lah, nuk ka ortak, nuk ka shok. Me këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve. Pra i pari që i zbatoj urdhat e Allahut subhanahu wa taala për muslimanët. Prandaj sa më shumë që njeriu ka hise, sa më shumë që ka pjesë në këtë iman, në këtë iman në Allahun subhanahu wa taala dhe në njohurinë e tij, aq më shumë do të përmirësohet edhe do të rregullohet zemra e tij. Pastaj e pam që për bazave më të të imanit është me besu në melek të Allahut subhanahu wa taala. Besimtari do të me besu, me pranu, me miratu çdo gjë që ka ardhur nga melekët e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qofshin emrat e tyre që përmend, detyrat që i kryejnë, përshkrimet, po tiparet, cilësitë që i kanë, numrin e tyre, e kështu me radhë. Dhe siç e dinë, pra numrin e melekëve nuk e din askush tjetër përveç Allahut. Allah thot surën Mudaththir: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Ushtrinë e Zotit tënd nuk e din askush tjetër përveç tij. Po sa është numri i tyre, nuk e din askush tjetër përveç tij. Mirë, po pe haditheve që tregojnë se vërtet numri i melekëve është i madh, është hadithi që transmetohet te Buhariu. Po kur janë sam tregon kur ka shkuar në Isra dhe në Miraj, pra kur është ngritur në qiell, thotë rufi'a li el Beitul Ma'mur. Thotë mua më shfaq, pra e pash Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur se që dim është kibla ose po kibla e melekëve, po banorëve të qiellit. Edhe thotë fakultu ja Jibril ma hadha, e pyeta thotë o Jibril, çka është kjo shtëpi? Qala hadha el Beitul Ma'mur yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak. Thotë kjo është Beitul Ma'muri, çdo ditë në të hyn 70,000 melek. Idha kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alayhim. Kur dalin prej Beitul Ma'murit, ta 70,000 melek më kur nuk kthehen atë. Po vetëm në herën kanë mundësi me vizitu. Po numri i madh, çdo ditë ka 70,000, tash po mundu me deri dikon me paramendu se sa është numri i madh i tyre. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin që transmetohet te Tirmidhiu dhe Sheikh Albani thotë hadith hasan, pra i mirë autentik, thotë attat as-samau wa haqqa laha an ta'it. Qielli e lëshon një kërcim, një zë, si kërcim, si gërvim. Thotë edhe meriton të alshoj këtë kërcim, po se dëgohet kjo kërcim prej tij. Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Thotë nuk ka ndonjë vend në qiell sa 4 gishta, po nuk ka vend në qiell që është i zbrasta sa 4 gishta, veç se aty është një melek i cili ka vendosur ballën e tij duke bërë sejdë Allah. Po i gjithë qielli është i mbushur me melek që adhurojnë Allah subhanahu. Dhe prej haditheve, argumentet e haditheve që tregojnë për krijimin e tyre, po që janë krijesa të mëdha, madhështore, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet te Abu Davudi dhe Sheikh Albani thotë është hadith sahih, autentik. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë udhina li an uhadditha an malakin min malaikati llahi min hamalati al-arsh. Më është lejuar që t'ju tregoj juve për një melek prej melekëve që e bartin arshin e Allahut. Inna ma bayna shahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Thotë mes bulës së veshit e tij dhe krahut të supit të tij, thotë është ka hapësirë sa më ushtu 700 vite. Po aq i madh është një prej melekëve që e bartin arshin e Allahut. Dhe siç e din pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parë Xhibrilin në formën e tij që ka kriju Allahu subhanahu wa taala, dhe Xhibrili thotë e ka mbulu këtë pamjen, këtë qiellin, aq i madh është. Këtë horizontin. Edhe i ka pas 600 palë krah. Dhe melekt me gjithë këtë krijim kaq të madh që e kanë, këtë forcë kaq të madhe, kur Allahu subhanahu wa taala flet me shpallje, atyre ju bie efekt.
për frikës të madhe. Allah subhanahu wa taala thot surën Saba në ajetin e 7, hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Kur atyre ju largohet frika për zemrave të tyre, po që ka hadithe që shpjegon këtë ajet që kur Allah flet me shpallje, po që është thamë ata gjithve ju bie të fikt. Kur ja largohet kjo frikë për zemrat e tyre, thot ata e pyesin njëri tjetrin se çfarë tha Zoti juaj, dhe kuptohet, pra Xhibril është ai i cili përgjigjet, thonë e tha të vërtetën. Dhe ai është i lartë dhe madhështori. Po kjo tregon, këto argumente tregojnë për raportin ose gjendjen e melekëve që kanë raport me Allahun. Se si ata pra i bindën Allahut, i nështrojnë urdhave të tij, për ulën Allahut subhanahu wa taala, dhe siç kanë ardhur pa ajete tjera që tregojnë se ata nuk mëkatojnë, por nuk tregojnë mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala për çdo gjë që ai urdhon. Mirë po, çdo gjë që Allah i urdhon ata më njëherë e zbatojnë edhe e veprojnë atë. Për ibadat të imanit është edhe besimi në pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala të dërguar e tij kanë qenë shumë, po numër i madh. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an na ka treguar vetëm për disa prej tyre. E për disa tjera Allah subhanahu wa taala nuk na ka sjell kurfar lajmi. Siç thot Allahu në surën Ghafir në ajetin 78, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk." Thot ne vërtet kemi nis edhe para teje pejgamber, kemi dërguar para teje pejgamber. Për tyre ka që të kemi treguar për ta, mi po disa prej tyre s'kemi njoftuar se s'kemi treguar fare për ta. Dhe numri i pejgamberëve që janë përmend Kur'an siç e dim, pra janë 25 pejgamber, se cilët janë mes rasulit edhe nebijit. Po këta 25 disa kanë qenë rasul, disa kanë qenë nebi, dhe siç e dim, pra ka dallim mes rasulit dhe nebijit. Megjithatë Allah subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an se çdo popull pi popujve që kanë ekzistuar në këtë botë ja ka dërguar një rasul, një të dërguar, i cili i ka ftuar ata me adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe me veçu Allahun me adhurim. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Thot vërtet ne në çdo ummet e kemi dërguar, kemi nisur një pejgamber, një të dërguar, i cili u ka thënë adhuroni Allahun dhe largoni prej tagutave. Po largoni prej idhujve ose gjërave që adhurohen përveç Allahut. Edhe të gjithë këta të dërguar kanë qenë të sinqert, e kanë thënë të vërtetën. Edhe domthon këtë gjë, pra e ka vërtetu Allahu subhanahu wa taala, po gjithashtu edhe po njerëzit që kanë jetuar me ta. Po këta të dërguar të gjithë kanë qenë besimtarë të mirë dhe devotshëm, kanë qenë të udhëzuar dhe udhëzues të tjerëve, kanë qenë këshilltarë të sinqert, këshillues sinqert edhe besnik. Dhe Allahu subhanahu wa taala pra pasi që na i sjell lajmet për disa prej këtyre të dërguarve dhe pejgamberëve në surën An'am, pastaj thot: "Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim." Dhe ka pas edhe prej baballarëve tyre, pasardhësve tyre, vëllezërve të tyre, po këtyre pejgamberëve që ne i kemi përzgjedh dhe i kemi udhëzuar në rrugën e drejtë. Po ashtu në surën Yasin thot, po Allah tregon se çfarë do thonë njerëz kur të ringjallën ditën e Kiametit. Po in hadha ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo që na ka premtuar gjithëmshëshmi dhe të dërguarit e kanë thënë të vërtetën. Dhe të dërguarit e Allahut kanë ardhur me hakun me të vërtetën dhe me drejtësinë. Siç tregon Allah në surën Hadid thot: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyakuma an-nasu bil qist." Të vërtetë ne kemi dërguar pejgamberët të dërguarit tanë me prova të qarta. Dhe bashkë me ta kemi zbritur librin edhe peshorën, drejtësinë, pra që njerëzit i përmbahen drejtësisë. Pa tjenë të dinë se si cila është drejtësia dhe cilës po do t'i përmbahen ata për me qenë të drejtë. Edhe thirrja të dërguarve, të gjithë thirrja tyre ka qenë një thirrje. Po të gjithë kanë thirrë për në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, pra me veçu edhe me njësu Allahun me adhurim. Siç thot Allah në surën Anbiya: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Nuk kemi nisur, s'kemi dërguar para teje ndonjë rasul pejgamber, veç se i kemi shpallur atij që nuk ka të adhuruar meritor përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Edhe pejgamberët e kanë përsjell pra mesazhin e Allahut subhanahu wa taala me kumtim edhe përsjellje të qartë, por nuk ka lënë asgjë mungu. Siç thot Allah subhanahu wa taala në surën Jin:
në surën Jinn liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Pra Allah ka dërgu melek këtyre pejgamberëve që ta di Allah subhanahu wa taala që ata e kanë përcjell, pra e kanë kumtu shpallin e Zotit e tyre. Wa hata bima ladayhim, dhe Allah ka përfshi me dijen e tij çdo gjë që ka qenë pra afër pejgamberëve, po i ka përfshi ata me dijen e tij. Wa ahsa kulli shay'in adada, dhe Allah çdo gjë e ka numëruar imtësisht. Dhe si që dim, pra më i miri i këtyre të dërguarve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i vlefshmi, më i vërtetshmi, tonë është zotëria e bijve të Ademit. Dhe ligji me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shfuqizuar të gjitha ligjet e mëhershme. Pra është ligj i cili ka përmbyll ligjet qiellore që kanë zbrit popujve ose pejgamberët të mëhershëm. Prandaj pra ne e besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i bindemi urdhave të tij, i nështrohemi ligjeve me cilat ka ardhur dhe largohemi prej ndalesave të cilat ai na ka ndaluar. Po dëshmojnë se ai ka qenë i dërguar i vërtetë i Allahut subhanahu wa taala. Allah ka dërguar para kiametit si përgëzues dhe paralajmërues dhe thirrës për të Allahut subhanahu wa taala me lejen e tij, me vullnetin e tij, dhe e ka dërguar pra si një pishtar ndriçues. Pra Allah subhanahu wa taala me udhëzimin, me dritën që e ka zbrit së bashku me pejgamberin sa i ka udhëzuar njerëz për devijimit, e ka largu prej lejthitjes. Pra përmes tij Allah subhanahu wa taala i ka hap ata sytë se dhe të ishin të verbër, dhe ata veshë të cilët ishin të shorbër, dhe zemrat të cilët ishin të vulosura. Pastaj vjen besimi në librat e Allahut subhanahu wa taala. Po besimtari do të besu në çdo libër që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu në surën Shura, wa kul amantu bima anzala Allahu min kitab. Dhe thuaj, unë kam besuar çdo libri që ka zbritur Allahu. Po ashtu Allah thot në surën Bakara, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Thuani, pra jo si besimtar, si musliman, ne i kemi besuar Allahut, shpallës që na zbritur neve, dhe pra libri që na zbritur neve, dhe libra që ose shpallës që i ka zbrit Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe bijve të Jakubit. Wa ma utiya Musa wa Isa. Edhe kemi besuar shpallës që i është dhënë po Musës edhe Isës. Wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim. Dhe kemi besuar pra çdo shpallës që ka dhënë këtë pejgamberëve, që ka zbrit këtë pejgamberëve, ose i është dhënë këtë pejgamberëve, pa përjashtim. Prandaj thot la nufarriqu baina ahadin minhum, na nuk bëjmë dallim në asnjë pejgamber pas sa i përket besimit. Të gjithë i besojmë, wa nahnu lahu muslimun, dhe ne jemi pra të nështruar dhe dorëzuar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu në surën Nisa Allah thot ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. O ju që keni besuar. Po Allah na drejtohet neve. Po të besoni Allahut dhe të dërguarit e tij. Dhe besoni librit që Allah ja ka zbritur të dërguarit e tij dhe librave që Allah i ka zbritur më herët. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Gjasë kushdo që e mohon Allahun, melekët e Allahut, librat e tij, të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, ky vetë ka humbur me një humbje të largët. Po besimtari beson çdo libër që Allah subhanahu wa taala ka zbritur, qoftë në mënyrë të përgjithshme, nëse Allah na ka njoftuar për të në mënyrë të përgjithshme, apo në mënyrë të detajizuar. Po nëse Allah ka përmend me emër e kështu me radhë, dhe siç e dim propi librave që Allah subhanahu wa taala ka përmend me emër që i ka zbritur pejgamberët, është Taurati që i ka zbritur Musait, Injili që i ka zbritur Isës dhe Zeburi që i ka zbritur Davudit alayhis salam. Po Allah thotë wa atayna Davud Zebura, ne ja kemi dhënë Davudit Zeburin. Dhe po ashtu pra mi besu Kur'anit që i ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe mi besu pra Allah i ka përmend edhe fletat që janë dhënë Ibrahimit edhe Musait. Çka do thot me besu librat? Po do thot me besu bindshëm, me besim pra bindje të plot që çështa më lart këta libra i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala me të vërtetën dhe me udhëzimin përmes pejgamberëve tek njerëzit, tek njerëzimi. Dhe këta libra janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala, me të cilët ka folur Allahu në realitet. Po ka folur Allahu subhanahu wa taala ashtu siç ka dëshiruar ai dhe sipas mënyrës që ai ka dashur, sipas vullnetit dhe dëshirës së tij. Për këtyre librave ka që pejgamberët i kanë dëgjuar direkt prej Allahut,
Disa pejgamber po i kanë dëgjuar direkt prej Allahut. Ka prej tyre që Allahu ka fol pas pirdës, o pas pengesës, pas pesë, jo me ndërmjetësues. Edhe ka prej tyre që Allah subhanahu taala, pra ka prej tyre libra që Allah ja ka mësuar me dëgju të dërguarit melek, të cilën pastaj e ka urdhëruar që më ja përcjell edhe më ja kumtu të dërguarit prej njerëzve. Këto mënyra të shpalljes Allah i përmend surën Shura në ajetin 51 thotë: "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah." Asnjë njeriu nuk i ka taku që mi folë Allahu. Illa wahyin, përveç nëse i ka shpallje. Au mi waraj hijab, ose nëse i ka folë pas pirdës, pas pengesës. Au yursil rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha, ose t'ja dërgoj një të dërguar rasul dhe pastaj me lejen e tij Allah subhanahu taala i ka shpall çfarë ka dëshiruar. Innahu aliyun hakim, vërtet Allah është i lartë dhe i urtë. Dhe siç e dim, pra Allah i ka folë Musait direkt, wa kellem Allahu Musa taklima, dhe Allah i ka folë Musait me të folur, pra me fjalë. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, kur erdhi Musa te vendi që ja ka caktuar Allahu, thotë edhe ati i foli direkt pro Zoti i tij. Gjithashtu te besimi në librat e Allah subhanahu taala është me besu te gjitha ligjeve dhe dispozitave që i kanë përfshi këta libra. Dhe me besu që këto ligje kanë qenë obligim për popujt tek cilët kanë zbrit këta libra. Pra kanë pas obligim këtyre ligjeve me ju bindë dhe me ju nështrua dhe me gjyku me tu. Allah subhanahu taala thot: "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Ne kemi zbrit Tevratën e të cilën ka udhëzim edhe dritë. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Me Tevratat i kanë gjikuar pra jehudit, hebrejt, të dërguarit pejgamberët e cilët ju kanë nështruar, i kanë dorëzuar Allahu subhanahu taala. Po ashtu kanë gjikuar edhe njerëz të dijshëm edhe rabinët në mesin e tyre. Nga sa atyre është lënë pra në amanet që mi rujt ta libra, edhe kanë qenë dëshmitar, pra kanë qenë dëshmitar për këtë gjë. E kanë marrë pra përsipër këtë amanet. Po ashtu këta libra kanë vërtetuar saksinë e njëri tjetrit, siç thot Allahu për Injilin: "Musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat." Injili ka qenë si vërtetues i Tevratit i cili ka zbrit para tij. Ndërsa për Kur'anin thot: "Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi." Kur'ani është vërtetues i libra që janë zbrit më herët, që janë shpall më herët, edhe është mbrojtës i tyre, ruajtës i tyre. Pra, si besimi i veçantë në librat që i ka zbrit Allahu subhanahu taala është me besu në Kur'anin madhështor. Po me besu që është libër cilën Allah subhanahu taala ka zbrit Muhamedit, të dërguarit tonë, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që është thamë pra që është vërtetues i librat më hershëm, edhe është si një lloj bizotruesi ose mbrojtësi i këtyre librave. Po është libri i fundit që Allah ka zbrit, siç e dim, është libri më madhështor, më i nderuar dhe më i plotë, edhe i ka shfuqizuar të gjithë librat e mëhershëm. Allah subhanahu taala thot: "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi." Realizojmë edhe ajetin më lart. Do të vërtet ta kemi zbritur ky libër më të vërtetën, i cili vërteton të gjitha librat e zbritur më herët edhe i mbron, i ruan ata. Por çfarë do thot muhaiminan alayhi, dietarët e kanë shpjeguar, po Kurani është ai i cili dëshmon për librat e zbritur më herët, pra i vërteton ata në kuptimin që ajo që është e vërtetë në librat e mëhershëm sakt, Kurani tregon çka ka qenë e vërtetë në librat e mëhershëm. Ajo që ka ndodhur aty për shtrembrimeve, ndryshimeve, do të thotë devijimeve kështu më radh, Kurani tregon edhe e mohon, pra tregon që ajo nuk është e vërtetë, nuk është e saktë. Kjo është për kuptimin që Kurani është muhaimin, pra që është si lloj, do të thonë si mbrojtës edhe ruajtës i librat e mëhershëm. Po gjithashtu, që është më lart, Kurani gjykon edhe është gjykon për ta, do të thonë gjykues ose gjyqtar i librave të mëhershëm në kuptimin që i shfuqizon ligjet e mëhershme. Po disa prej ligjeve i shfuqizon, disa prej tjera i miraton, edhe i pohon, i vërteton. Për këtë arsye, ata të cilët ju kanë përbajt librave dhe shpallëve të zbritura më herët, më njëherë se kanë dëgjuar Kur'anin, ju kanë nështruar dhe kanë besuar. Po ata të cilët pra nuk kanë deviju për rrugës në cilën kanë qenë pejgamberët e mëhershëm. Allah subhanahu wa taala tregon në surën Qasas, thot:
alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Atyre që është dhënë libri para Kuranit e besojnë Kuranin. Pa ata cilët nuk kanë ndërju, nuk do të kanë bërë në natyrshmërinë e tyre të pastër. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Kur ju lexohet Kurani, po ata besojnë më një herë. E besojnë më një herë që Kurani është e vërteta. Thonë që kjo është Kurani është e vërteta prej Zotit ton. Thotë ne edhe më herët kemi qenë musliman. Po kemi qenë në rrugën e pejgamberit më hershëm. Edhe na kemi qenë, edhe më herët kemi qenë musliman, sikurse ju. Edhe më një herë besojnë Kuranit. Pastaj pra si shtylla e imanit është me besu në ditën e fundit. E kjo është me besu në çdo gjë që na ka njoftuar Allahu subhanahu taala që të ndodh pas vdekjes. Po të besimi në ditën e gjykimit, në ditën e fundit është me besu çdo gjë që do ndodh pas vdekjes. Prej momentit kur njeriu pra vdes dhe hyn në varrin e tij, deri kur njerëz ndahen pra në dy grupe. Pra edhe vendosen ato pozita nivelet në botën tjetër, po një grup në xhenet dhe një grup në xhenem. Allah na ruaj prej xhenemit. Pra këtu përfshihet besimi në sprovën e varrit, në dënimin e varrit, në kënaqësinë që përjetojnë pa disa prej besimtarëve në varr, zbritjen e dy melekëve në varr, pyetjet që parashtojnë vdekurit, po kush është Zoti, cila është feja jote, kush është pejgamberi i tim. Pastaj fryrja në sur, ringjallja, tubimi njerëzve në mahshar dhe në tubim, ardhja Allah subhanahu taala për me gjyku mes njerëzve, vendosja peshorëve për mi peshu veprat e njerëzve, përhapja ose shpërndarja e regjistrave të veprave, po që njerëz pastaj disa kanë me marrë librin me dorën e djathtë, disa me dorën e majt. Po do të shpërndahen këto fletusha të regjistrat veprave, pastaj vendosja e siratit, urës së siratit mbi xhenem. Gjithashtu me besu pra edhe xhenemin edhe gjithë ato lloje ndëshkime dhe dënime që Allah i ka përmendur që do ndodhin në xhenem, me besu në xhenetin dhe gjithë ato kënaqësi dhe përjetime të mira që Allah ka treguar që do të jenë në xhenet. Gjithashtu me besu që xheneti dhe xhenemi janë të përhershme, të amshueshme, kur nuk zhduken, kur nuk shkatrohen. Dhe me besu që besimtarët do të shohin Zotin e tyre në xhenet, me sytë e bollit. Edhe që kjo është kënaqësia më e plot, më e lartë, më e madhe, se do ta përjetojnë ata në xhenet. Pastaj në fund vjen besimi në paracaktimin e Allahut subhanahu taala. Po me besu njeriu që di Allah subhanahu taala i ka parapritur të gjitha krijesave. Po Allah subhanahu taala ka ditë se çfarë do të veprojnë njerëz të mirë apo keq. Dhe pastaj këtë që e ka ditë Allah subhanahu taala e ka shënuar, e ka shkruar në Lauhul Mahfuz, në pllakën e ruajtur. Edhe pastaj ekzistenca e këtyre gjërave, po ardha e tyre në ekzistencë ndodh vetëm me dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu taala. Pra Allah subhanahu taala pasi e dëshiron, pastaj i krijon ato. Pra krijon çdo gjë. Prandaj pa pse e kuptojnë që besimi në kader nuk është besim i plot edhe i sakt përveç nëse njeriu beson në fazat e kaderit. Dhe fazat e kaderit janë 4. Po faza e parë është me besu në dijen e pa fillim të Allahut. Po dija ti që është dijen e ezel, pra që Allahu ka qenë në ezel, në pa fillim i gjithdijshëm. Dhe që Allah subhanahu taala me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Pra Allah e din çfarë do ndodh në të ardhmen, e din çfarë ka ndodhur në kaluarën. Madje Allah subhanahu taala e din për një gjë që nuk ekziston, nuk ndodh, nëse do të ekzistonte, si do të ishte ajo. Edhe këtë dije ka Allah subhanahu taala, dija e tij është absolute. Faza e dytë e kaderit është me besu në shkrimin e veprave ose ngjarjeve, ndodhive të krijesës. Po që çdo gjë është shkruar në Lauhul Mahfuz që sa më lart. Allah subhanahu taala në surën Hajj kur i përfshin pra në ajetin 70 këto dy faza, thotë alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi s-samai wal ard. A nuk e din ti se Allah din çdo gjë që është qiell në tokë? Inna dhalika fi kitab. Madje kjo është e shkruar në libër, po në pllakën e ruajtur. Inna dhalika ala Allahi yasir. Dhe kjo për Allah është shumë e lehtë. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si ka ardhur te Muslimi, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Allah i ka shkruar caktimet e krijesave para se mi kriju qetë dhe tokën 50.000 vite. Dhe në atë kohë arshi i tij, froni i tij ka qenë mbi ujë. Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Gjëja e parë që ka krijuar Allah është lapsi.
Fa qala lahu uktub, dhe do mënyrë se ka kriju, Allah ka thonë shkruaj. Fajara bi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Thot në atë moment, në atë çast kur Allah ka thonë shkruaj, thot lapse ka shkruar çdo gjë që do ndodh, që do të ekziston deri në ditën e Kiametit. Pra kjo tregon për krijimin e përsosur të Allahut. Lapse si krijesa e Allahut, pra i ka shkruar gjithë këto detaje, gjithë këto hëllësira që do ndodhin deri në ditën e Kiametit. Pa kjo tregon se sa i përkryer edhe i përsosur është vetë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo hadith transmetohet Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu dhe Sheikh Albani thotë që hadithi është sahih, pra autentik. Faza e tretë, që është e pa më lart, është me besu në vullnetin, dëshirën e Allahut. Për çdo gjë që don Allahu ndodh edhe ekziston, edhe bëhet, dhe çdo gjë që Allahu nuk don, nuk ka mundësi të ndodhë dhe të ekzistojë. Allah subhanahu wa taala thotë në surën Takwir, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Jo, as nuk mund të dëshironi përveç nëse dëshiron Allahu Zoti i botëve. Pra edhe dëshirat tona nuk mundun na me dëshiru, jo vetëm veprat tona, po edhe dëshirat tona nuk mundun me ndodh vetëm atëherë kur i dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Dhe faza e katërt është me besu në sjelljen e ekzistencës dhe krijimin e gjërave. Pra që i vetmi i cili i sjell në ekzistencë dhe i krijon gjitha gjërat është Allahu subhanahu wa taala. Siç atë Allahu pra Surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdia i takon Allahut, ose gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit botëve. Po Zotit botën kuptim ai që i ka kriju krejt botët, krejt këtë univers dhe krijesa tjera që i ka kriju edhe që është sa më lart, po i furnizon kujdeset, i rregullon e kështu me radhë. Po ashtu në surën Zumar Allah thot Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah është krijuesi i çdo gjëje. Dhe Allah është pra mbrojtës, gjithashtu edhe kujdestar për çdo gjë. Dhe Allah thot në surën Safat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ju ka krijuar juve dhe veprat e juaja. Prandaj pra këto janë ato 6 shtyllat e imanit, të cilat kanë në Kur'an dhe Sunet, mbi të cilat ndërtohet, bazohet feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe detajet, hollësirat e këtyre 6 shtyllave janë përmendur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ajo që ndërlidhet me temën tonë është se nëse besimi në këto 6 shtylla të imanit po ngulitet thellë, rrënjoset në zemrat tona, atëherë patjetër që zemrat tona do të përmirësohen. Patjetër që zemrat tona do të rregullohen, patjetër që zemrat tona do të zbukurohen, edhe do të pastrohen, do të lirin. Po këto 6 shtylla të imanit janë ushqim edhe furnizim i zemrave të besimtarëve, të zemrave të muslimanëve. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala që na i zbukuroj zemrat tona me bukurinë e imanit dhe gjithë të na bëjë udhëzues, udhëzuar dhe udhëzues të tjerëve. Dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë, Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.